banorëve, ato që kanë shkatruar gjithçka. Unë si që kanë bo me gjak, ta di Edi Rama, me gjak do ta ndaj. Ne gjithë jemi të betuar, se jemi për një qëllim, po më merë jetën, po më merë shtëpin, po të ngririmi ne mor, Rama, e të marim atë tokë që kja të vilën e bukur. Ha? Si do të vinë ti mor, që e ke posi bunkjer, nga Afrika, ne kemi shpil me një tull, ne sta gjeti që nga tërmeti, e ti do me i shemp. Ju lutem shumë, para se të vendosni me ble një pronë në Blueborg apo në çdo cep të rjollit, siguroni mirë se si është e vërteta dokumentave. Ne jena pronar autokton aty, me letra prej vitesh, dhe vërteta ka me dalë në dritë, mos sot, nesër, në qose do korruptojnë gjitha gjykatat prokurorit e shtetit shqiptar, ka gjykata ndërkombëtare, ka institucione ndërkombëtare që do japin të vërtetën dhe të drejtën. Ndaj ju baj thirrje shumë fort, mos hidhni lek në asnjë pronë të rjollit pa dalë vërteta në dritë. Edhe një herë po ju them, mos e lejoni Shqipërinë që të bëhet Çernobil. Panelet diellore janë të bukura sot dhe mas 25 vjetëve do ta paguajnë ne. Ata që do bëjnë panelet diellore do ta pinë kafe në Tiranë. Nuk e pinë aty ku delet djersa jonë. Ne do ta paguajmë me djers, me gjak dhe me fëmijë të paralizuar dhe me gjithçka.